Juve tha që keni qenë një nga personat Po, unë isha I pari që isha të gujma që u shem dje, edhe ndalova qarkullimin, një makinë hyrë para me, ndalova atë, dështë parakaloj, po vinte gujma se u shem nga pak. Fillimisht anë ka gurë të vegjël ishin nga kaq, pastaj rëshqite gjithë njerë, unë isha të prezent, edhe rëshqiti njerë që ranë gjithë gurë të mëdhej pastaj. Dhe ndaloj qarkullimi komplet I gjithë, erdhi policia rrugore, më tha mua ke dëmtim, ke dëmtime, ke gjë, kam dashur makina është prishur, targe makinës aty në ngërmat gurës, isha me mamën dhe çojnë në spital për vizitë, edhe thanë mirë, hapet rruga, do flasim mbrapa, më thanë mua, për dëmtime, për gjëra, çfarë keni, çfarë ashtu. As pyetën fare, jeni smura, keni smura, gjë, fare, nga pyetën fare. Edhe erdhën ata që hapën rrugën këtu, me padroma, me stavatora, me këta. Pastaj ishte ja 2 përgjegjës aty, më thanë mua, hajde fol me shefin e madh nesër në zyrë këtu në Librasht. Ke zyret. Kontroll policia rrugore, kishte marrë masën për rëshqitjen e gurës, kishte njerëz që kontrolloshin rrugën. Jo, fare, s'kishte fare. Aty s'kishte asnjëri. Ishte diel, ishte pushim, s'kishte asnjë fare kontroll, fare. Pra ju po thoni që për masat mund të ishin edhe më dramatike, mund të ishte edhe njerëz po, nëse ju nuk do kishit qenë vigjilent. Shqyr që nuk pat makina mbrapa, se I ka mbrap, se pash gurë të vegjël që po bijnë një nga një. Shqyr që nuk ishte makina mbrapa, se s'kisha kutika, do mzijnë gjithë gurë të mëdhej, do mzijnë poshtë. E sa kjo rrugë, që është katru nga vjen të, është rëshqitje apo ka? Ja, kjo nuk është rëshqitje, është se kanë ngërmuar firma nga lartë, bën mina, ngërmuan me stavatora, me çekiça, me kështu, u hap veni nga shirat, pastaj nga shirat u harmoros veni ashtu dhe rëshqitën gjithë gurët. Unë jam 42 vjeç, nuk ka rëshqitur as I gurë dje këtu. Kaq të mëdhej. Tash filloi firma që po bën rrugën lart, siguri nuk ka fare këtu, vriten njerëz, nuk vriten ma fare firma përgjithësi fare. Ne s'dim ku drejtohemi, ku gjejmë drejtët tona. Një ditë më pas, më bën përshtypje që edhe pse sot po ta shohësh, duket se është rrugë e rrezikshme, nuk shohim asnjë nga ana e autoriteteve në vendngjarje. Ju bën përshtypje juve? Po, asnjë s'ma përgjësia këtu, kalojnë në makina, ajo ka edhe gurë akoma gati janë në shembje. Çfarë të bëjnë në shkretë? Ku të shkojnë në shkretë ankomi? Ku ta gjenë drejtën? Si fare, firma tha është naturale, tha që rrshjasin zerat, thashëm pse rrshiten dje par tjetër. Isha rrshtin djata, jo ku gërmuat ju. Ata gërmuan, par ne rrshiti. Нет, наверное.